O vlla ime dhe motra ime, a e kupton ti që frekuenton xhamin, ti që i falesh Zotit xheleshanu, ti që adhuron Allahun xheleshanu, ti që në zemër e ke Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam, krenohet profeti alayhi salatu wassalam dhe manitet me besimin tënd, a ka tezkije dhe a ka referencë më të bukur nga i dërguari i Allahut për gjithë secilin prej nesh edhe për gjithë secilin prej besimtarëve, të cilët edhe pse se kanë pa Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, e kanë besu me shpirt edhe me zemër. Madje kishte mall edhe shprehte mall profeti alayhi salatu wassalam për gjithë secilin prej nesh. Thoshte një ditë, u e ditu leu enni raitu ikhwani, do të dëshiroja ti kisha pa vëllezërit e mi, thot profeti alayhi salatu wassalam, me zemrën plot me mall për gjithë secilin besimtar dhe besimtare që do të vi pas jetës profetit alayhi salatu wassalam ose pas ndroj jetë profeti alayhi salatu wassalam. I thon sahabët, shokët e tij, o i dërguari i Allahut, a nuk jemi në vëllezërit e tu? Thot profeti alayhi salatu wassalam, thot jo, thot, ju jeni shokët e mi, thot, ndërsa vëllezërit e mi janë ata cilët do të vinë më pas, nuk më kanë arritur mua, thot, por do të më besojnë, thot, sikur të më kishin pa me shpirtin edhe me zemrën plot.